ne me integrimin në Bashkimin Evropian do japim kohën e vetë dritit lutem. Çfarë ndodh? Nëse ky produkt vjen me cene, vjen problematik, atëherë do ky problem do i ngecet kryesisht me çfarë diskutu këtu, blegtorit. Po mirë, po do të përmendim institucionet shtetërore. Je i lirë ti bësh telef. Po janë fushore, nuk e që të shtrosh më. Flitet me vetë blegtori, pavarësisht halleve të veta, të bëj analizë të mallit vetë. Policia nuk e tha për industrinë e qumshit. Mirë, dakord. Flasim, po pozicioni institucionit shtetëror mund të jetë prezent në çdo hall të zinxhirit dhe se ka ndaluar, ka detyrim ligjor. Atëherë institucionet janë prezente. Para se marrë inspektim në fermë, mirë pritur me kontrollu patjetër, nuk është ndaluar. Po ke doganën fillimisht. Po ja që sjellshme sa që flet shumë me zotullet. Po të respektojmë, mos të bëhemi si këta që zihen në debate. Më mirë sepse edhe ata që na ndjekin i respektojnë. Tjetër gjë, analizat që bëhen nga subjekte tjera tregtare. Po fokusin e kanë tregtar, nuk janë të paanshëm si janë institucionet shtetërore. Bëhet një analizë, nuk bie dakord, ku do shkosh? Pse nuk merr pjesë institucionet shtetërore këtu në pozita neutrale? Për të mbrojtur, jo, kjo analizë nuk është kështu, kjo analizë është kështu. Mungesa e këtyne, ke rëndojnë blegtorin. Patjetër. Ke lehtësojnë. Ke do tjetër. Tregtarin e misrit. Edhe institucionet shtetërore kanë më shumë kohë të lirë. Dhe atëherë, kur ti jep fokus që të plotësohen kriterë, ne po flasim për kritere, kush do t'i plotësoj blegtori? Për çdo gjë do e bëj blegtori? Blegtori bën çfarë ka detyrim, ka ble një produkt, mos e lejo të futet ky produkt nëse është me aflatoksin. Nëse lejove më fut këtë vlerë të konsumuar do digjet blegtori, kur kush tjetër? Çfarë roli ka institucioni shtetëror në gjithë këtë panoramë? Pse nuk duhet të jetë aktiv në këtë panoramë? Po në fund, kur të ndodhin ngjarje, kur të ketë problematika, edhe një element tjetër për sa i përket aflatoksinës. Standardi tek ne, siç me drejtë tha profesori, është 10 fishin krahasim me vendet e Amerikës e tjerë. Po, nuk kanë siguri ushqimore këto vende si Amerika. Nuk e duan popullit. Nuk e duan. Se nuk Shiko, ne nuk pretendojmë të ndryshojmë normat, të bëjmë si Amerika për sa kohë duam të bëhemi pjesë e BE-s. Pjesë tjetër të botës. Nuk është thjesht çështje lufte tregtare. Sistemi i sigurisë ushqimore të Bashkimit Evropian, për shkak të tregtisë lirë që ka krijuar Bashkimi Evropian, për shkak të fluksit të lirë të lëvizjes së mallrave, brenda komunitetit ka bërë që lëvizja dhe kontrolli dhe i atyre të jetë më lirë. Dhe Bashkimi Evropian operon në këtë mënyrë, forcon limitet dhe kriteret dhe le tregtinë më të lirë. Kurse sistemi i sigurisë ushqimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është pak liberal në limite dhe në toleranca, por aktet inspektimit dhe kontrollet i ka më rigoroze, më të forta dhe më të mira se Bashkimi Evropian.